Është ekstraduar nga Dubai Amar Shkëmbi alias Dritan Shkëmbi, i përfshirë në atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doj, ku humbi jetën shoferi i tij Andi Maloku, ngjarje ndodhur në 1 nëntor të 2019-s. Shkëmbi dyshohet se është implikuar në ngjarjen e ndodhur në 2019 në afërsi të mbikalimit të Shkozetit, ku disa persona që lëviznin me automjet kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me të cilin lëviznin Andi Maloku, Arjan Doj dhe Aleksandër Laho. Si pasojë atentatit humbi jetën Andi Maloku, si dhe plagosën ish prokurori Arjan Doj dhe i shumë kërkuar i drejtësisë Aleksandër Laho, i njohur edhe si Rumi Shiakut. Ndaj Shkëmbit GJKK ka caktuar masën arrest me burg në 2022 për veprat penale, vrasje funksionarëve publik mbetur në tentativë në dëm të Arjan Dojt, vrasje në rrethana të tjera cilësuese me pasojë vdekjen e Andi Malokut, si dhe mbetur në tentativë në dëm të Aleksandër Lahos. Po ashtu, Shkëmbi akuzohet për mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, e kryer në bashkëpunim me persona të tjera, vepra penale, këto të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Po ashtu Shkëmbi akuzohet edhe për vjedhje, e kryer në bashkëpunim më shumë se një herë.